Një familje 6 anëtarësh në Paralagjën Brekoc po e kalon një periudhë të vështirë për shkak të kushteve të rënda ekonomike. Të ardhurat e tyre janë të pamjaftueshme për të përballuar nevojat bazike, ndërsa strehimi në të cilin jetojnë aktualisht nuk i plotëson as nevojat elementare për jetesë. E gjendur në varfëri të skajshme, kryefamiljarja Sute Halili ka kërkuar ndihmë. E kam të në ketëm, po kam pikë, veç belizë kam monë, veç këtë bjenë. Vetë këtë bjenë, me shtatë, me të qika në të djemë, arrit me një sopë, jo, sërjet, me një sopë sërjet. Vetë mime qitë mund ta. Vetë një spi, për qatë mime qitë të minë mërana me qitë. Në qetë mo. Për qatë spi, këtë sanë, për të një këtë, janë fane. Këtë fane, të përsënë këtë fane janë. Pavarësisht sfidave, fëmijët e familjes Halili vazhdojnë të ndjekin shkollën megjithse temperaturat e ulta dhe kushtet e vështira e bëjnë edhe më të rëndë jetesën në këtë ambient.